deklarimit ose deklarimit të dënimin e formularin e dekriminalizimit që quhet. Ti më vërtet, dhe këtu ka dy ndarje, dy gjërat të cilat do t'i dallojmë njërin. Do të thotë që ti mund ta kesh deklaruar që ke qenë, do të thonë, ti ke qenë i dënuar dhe e ke deklaruar këtë fakt. Por e ke deklaruar je në rregull? Kjo për këtë je në rregull penalisht. Për efekt të procedurave për të ndjekur penalisht. Po nuk je në rregull administrativisht sepse ti nuk duhet të jesh më në atë detyrë, se prandaj ky ka qenë ligjet të ri që doli. Je kriminal i ndershëm. Ka kriminal Renaca. Do të thotë që ti penalizon ligji. Do të thotë që ti penalisht nuk je subjekt i ligjit penal për falsifikimin e dokumentit që është formulari i dekriminalizimit. Por njëkohësisht nuk mund të jesh pjesë e administratës publike. Për shkak të ligjit për dekriminalizimin ose pastërtia e integritetit. Në rastet konkrete nuk ka ndodhur kjo, sepse vërtet në rastet të cilat edhe i përmendëm, vërtet është ndjekur personi penalisht nga prokuroria për mos deklarim të faktit që ka qenë shumë herë i dënuar apo për mos tregim të identiteteve të rreme të përdorura më parë, por në këtë rast ai ka hequr dorë edhe nga dorëheqja, duke ushtruar akoma detyrat funksionale si funksionar publik. Si vërteton ju personat që kanë disa identitete, se i takon prokurorisë ta bëj këtë verifikim? Sigurisht që prokuroria e ka bërë. Si, është i vështirë? Në momentet e para duhet ajo që prokuroria bën dhe që ky ligj ja ka dhënë tagrin që ta bëj është që të komunikojë me autoritetet e huaja të cilët i kanë këto informacione dhe ne e bëjmë. Janë të gatshëm të huaj të japin informacion? Sigurisht që janë. Sigurisht që janë, nëse ti jep indicjet e duhura, sigurisht që janë, nëse ti jep indicjet e duhura që ky person është vërtet person që po hetohet në Shqipëri. Për një vepër penale të caktuar e cila bën pjesë në rrethtin e veprave për të cilat ata janë të detyruar të japin një informacion. Dhe informacioni që t'japen është informacion që ty të shërben, që ndaj këtij personi të fillosh një procedim penal për vepër penale të mosdeklarimit. Po, të mashtrimit po e quaj. Në një deri tani? Urdhëro? Ishte Elvis sigurisht që prokuroria nuk largon. Është personi që e ka emëruar. Është personi që e ka emëruar që e largon. Prokuroria merr masën për këtë person. Po përse e keni çon gjykat, se kjo është ide. Sigurisht për masigurie, po jo gjyq themeli, jo. Atëre personi u arrestuar. Ka shumë probleme edhe ligji për dekriminalizimin. Gjykata arrëzojmë duket apo. Për mua edhe ligji për prokuroria atë se dhe gjykata